mora kuponat prej 380 eurosh tani për para 2 ditësh te kompania e telefonit. Siç dihet në Gjermani, për të marrë dhe për të pasur internet edhe kartat SIM janë me kontrata, por mund gjeni sigurisht edhe pa kontrata. Por unë prej gati 7 vitesh janë tek e njëjta kompani dhe duke qenë se dhe vit mora një kupon prej vlerës 400 euro dhe këtë vit thash po pyes se si janë mundësit, çfarë mund të më ofroni ju përveç se ndonjë ulje tek tarifa mujore që un kam për internetin, pra kam 2 SIM karta dhe kam dhe internet në shtëpi, pra wireless, edhe më bën një ulje shumë të vogël dhe gjithashtu më ofruan dhe kuponin që unë të qëndroja sërish klientet e ata. Pra mos të jepja klinikun, pra mos të jepja dorëheqjen, kuponin me vlerën 380 euro. Sigurisht që kam shkuar direkt te kompania, por jo te kompanit fizike që janë më vete, por shkova direkt tek Media Market, aty ku ndodhen të ndryshme, është Vodafone, është O2, është se që është dhe një kompani tjetër. Ne jemi gjithë kohës tek O2 edhe ja bëm këtë kërkesën, i thamë që vjetën kemi marrë kuponin me 400 euro dhe këtë vit duam sërish të kemi dhe një kupon tjetër përveç se kësaj vlerës që keni ulur ju, sepse nuk ishte 2-3 euro ulje tek pagesa mujore që ne bëjmë normalisht. Edhe nuk na duk shumë e arsyeshme dhe thamë okay, ne atëherë nuk po qëndrojmë kliente këtu, do të ndryshojmë kompani dhe pastaj na ofruan dhe këtë kuponin 380 euro. Bën dhe uljen, bën shtimin e internetit, e bën pa limit të njëra nga kartat dhe kështu vepruam dhe kështu i morëm 380 euro që kemi një vit kohë për t'i shpenzuar, sigurisht vetëm tek Media Market, edhe për momentin nuk kam bler asgjë, por kur t'i ble do të tregoj. Kështu që në rast se edhe dikush për jush punon të një nga këto kompanit, le të shkruaj në komente dhe të japi mundësinë dhe të tjerëve për të marrë një kupon, pse jo, sepse nuk është pak, janë 380 euro ose 400 euro ose 200 euro apo dhe 150 euro kupon të jetë, ti mund të blesh diçka që me të vërtetë të nevojitet. Dhe këtë e merr si kompensim. Jam e sigurt që ata aty brenda i kanë ato që na japi, por rëndësi ka që i marrim ato kupona dhe mund të blejmë diçka tjetër që na duhet. Kështu që shpërndajeni këtë video me personat që nuk e din dhe të marrin edhe ata një kupon. Por diçka, duhet jeni me vërtet shumë këmbgulës edhe të kërkoni me të vërtet vlerën më të lartë të kuponit që ata ofrojnë. Siç thash, un kam 3 kontrata të ndryshme, pra 2 SIM karta, kam edhe internetin në shtëpi tek e njëjta kompani dhe për këtë më dha këtë vlerë të lartë të kuponit, po them. Shkruani dhe ju në komente eksperiencat tuaja dhe si ju duken këto kuponat.